Parlamenti shqiptar miratoi sot një ligj të ri për organizimin e shoqërive bujqësore në përpjekje për të nxitur bashkëpunimin dhe për të rritur prodhimin në fshat. Qeveria dhe opozita debatuan gjatë për gjendjen e bujqësisë duke marrë shkas nga ligji i ri, i cili krijon kushte për punësim më të madh në fshat. Opozita kërkoi që rekomandimet e Bashkimit Evropian të zbatohen në kushtet konkrete të Shqipërisë. Ministri i Bujqësisë Gens Ruli tha se ligjet e Bashkimit Evropian përcaktojnë format e bashkëpunimit ndërsa çështjet fiskale mbulohen me ligjet e tjera. Ne kemi marrë dhe kemi aplikuar këtë gjë. Së pari për t'ju përgjigjur një realitet, që kërkesa për kooperim nuk provokohet dhe nuk nxitet, ajo lind vetë. Dhe po të shohë sot, po të them janë me qindra format e kooperimit që janë shfaqur në fshat, po që kanë zgjedhur mënyrën dhe statusin ligjor të papërshtatshëm se ato ofronte legjislacioni drejtarishëm. Deputetët opozitar thanë nga ana tjetër se ligji është sjellë me vonesë dhe se fshati ka nevojë për ndërhyrje urgjente në punësim dhe prodhim. Pra jemi pro një organizimi të tillë. Shoqëri të bashkëpunimit reciprok apo kooperativa, besojmë se një hap i tillë është në drejtimin e duhur për përmirësimin e bujqësisë. Por është një hap jo i plot dhe krejtësisht i pamjaftueshëm. Deputetët e shumicës pohuan se ligji i ri është evropian dhe se ata janë realistë që bujqësia shqiptare ka nevoja të mëdha që nuk zgjidhen vetëm me një ligj. Bujqësia me 3 akra tokë dhe një lop do të mbetet thjesht një bujqësi mbijetese. Prandaj konsolidimi i pronës në bujqësi, zhvillimi i formave të kooperimit mes fermerëve dhe mundësimi nëpërmjet tyre modernizimit teknologjik dhe rritjes produktivitetit punës në këtë sektor, mbeten sfidat e shoqërisë për të cilat ky projekt ligj shënon një hap të rëndësishëm. Por opozita tha se bujqësia ka mbetur prapa, aty jeton 50% e popullatës, ndërsa prodhimi bujqësor mbulon më pak se 20% të prodhimit kombëtar. Fermerët janë në presione spekulative të çmimeve simbolike sepse nuk kanë organizim të tyre, nuk kanë akses në tregje të lira, nuk kanë kapacitete depozituese dhe është akoma në hapat e para industria agropërpunuese. Pra ne duhet jemi të qartë për sfidat që ka ky sektor. Shkalla e produktivitetit të këtij sektori është shumë e ulët. Zonat fshatare vazhdojnë të strehojnë dhe punsojnë afro gjysmën e popullsisë shqiptare megjithëse emigrimin masiv të rinis nga këto zona drejt qyteteve jashtë apo brenda vendit. Investimet në bujqësi deri tani kanë qenë spontane dhe të pakta, sepse për shkak të ligjit 7501 të miratuar me konsensusin e 2 partive të mëdha, tokat bujqësore ju shpërndan fshatarëve në copa nga 0,7 deri në 1 hektar dhe nuk u kthyen pronarëve që mund të siguronin një zhvillim të qëndrueshëm. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.